Ministria e Mbrojtjes ka nënshkruar një marrëveshje me prodhuesin shtetëror turk të industrisë së mbrojtjes MKI për themelimin e një fabrike të municioneve në Kosovë, më konkretisht në Gjakov. Lajmi është mirëpritur edhe nga disa qytetarë të Gjakovës që intervistuam sot, të cilët thanë që ky lajm duhet të mirëpritet nga të gjithë. Është një ngjarje që duhet të pritet me gëzim për gjithë nesh, sidomos gjakovarëve, që Gjakova megjithatë bëhet një qendër që e përpiqet për realizimin e mbrojtjes së popullit dhe vendit ton, ashtu si ka hije, me që në Gjakov, pra në periferitë të Gjakovës, në Babajt Bokës, është poligoni i stërvitjeve ushtarake, që çdo vit mbajnë stërvitje të fuqishme ushtarake, jo vetëm ushtria e Kosovës, por edhe marrin pjesë edhe ndërkombëtarët, dhe kjo e jep me kuptu se Gjakova megjithatë po e kthehet vëmendjes së popullit në përgjithësi edhe interesimit të popullit për këtë anë. Ndërtimi ashtu sikur se kanë propozuar, ndërtimi i fabrikës së municionit që do të realizohet në Gjakov, kjo është po ashtu një gëzim i madh për dy arsye. Një, se po pasorohet ushtria jonë dhe populli jonë me armatime pak më të sofistikuara që do të prodhohen në këtë vend. Tjetër detaj tejet i rëndësishëm është punësimi i shumë personave. Por ashtu edhe është një gëzim se në atë fabrik do të punësohen shumë qytetarë. Përveç mbështetjes dhe përfitimeve të shumta që qyteti Gjakovës do të ketë nga kjo fabrik, një tjetër qytetar tha se është e rëndësishme që lokacioni të përzgjidhet me kujdes. Ajo si fabrik është mirë, por me qenë se prodhon municion, duhet lokacioni me qenë shumë i përshtatshëm. Dhe më thonë, larg vendbanimeve. Parasysh se sot prodhohet për shembull fishek, nëse mas nesër armatimi ron. Pra ne mirë vonë me gjetë lokacion që është pak më larg vendbanimeve. Pritet që projekti të realizohet me standarde bashkëkohore dhe në masa të repta sigurie, duke siguruar një funksionim efikas dhe të qëndrueshëm. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, më parë ka konfirmuar planet për ngritjen e fabrikës së parë të municioneve dhe të një laboratori për projektimin e dronëve, si pjesë e përpjekjeve për të zhvilluar industrinë e mbrojtjes të vendit dhe për të rritur kapacitetet për t'u përballur me kërcënimet të mundshme në rajon.